Gjatë raportit që ne po bisedonim tani, më kujtua një shprehje e Umberto Ecos kur thotë se dashuria është egoiste, të do për vete, është e ngushtë, ndërkohë që urrejtja të përbashkon edhe mbledh shumë më shumë në të raporte. Edhe me këtë gjë fole edhe për barazin, dua ta çoj pak tek e shkuara jon. Është e pamundur që në të bisedë me ty mos ndalem pak tek komunizmi, tek e shkuara, tek një, po themi, plagë që jo vetëm që s'është mbyllur, por nuk është folur e duket si buron shumë nga elementet që ne sot kemi si shoqëri, pikërisht nga mos komunikimi. Folën për besimin, folën për dashurinë. Pse nuk komunikojmë? Komunizmi çfarë prishi? Do të thënë, dashurinë e quante element kështu do të thënë të rrezikshëm të martonte ndërmarrja, sepse dashuria nga natyra është disidente, nuk pyet për situatë. Është natyra vetë, disidentet, pra të rinjt, për shembull, ke parti çka kanë frikë, domethënë sistemet, kanë frikë studentët se spyesin se janë, sigurisht. Edhe kanë frikë se dashuria thyn çdo lloj raporti. Domethënë po të them kokën brava, ai që ka thyer rregull është dashuria. Pra është disident. Çfarë bën ato? Kthehen dhe të marton ndërmarrje. Të marton kooperativa, fshati, cila është tjetra? Duhet prishësh familjen. Pra një vllata bësh në parti, një vllata të çosh në burg. Që mos shkojmë me njëri tjetrin, se po prishë familjen, ke prishur nuklin më të fortë të një marrëdhënie, të një raporti. Dhe duke futur vetëm dyshimin, ti do arrish në një shoqëri mos besuese të fortë ndaj tjetrit. Shiko, për shembull, këtë shpjegim të kësaj që më them fillim fare, kam marrë një profesor i Massachusetts, Glenn Tinder, ka një libër ai mendimi politik dhe thotë njerëzit pranojnë të poshtrohen gjithë lloj, po kur nuk pranojnë të respektohen gjithë lloj. Dhe kjo shpjegon atë gjë që në poshtrim, pra, kur i shtypen, ata ndjehen barabartë, sepse nuk po kërkojnë asgjë, dikush tjetër ka vendosur. Egoizmi fillon momentin që ti kërkon diçka. Dhe këtu Eko thotë që është egoiste, domethënë, në raportin e vetvetes. Po është egoiste, domethënë, egoizmi nuk është i dëmshëm kur ti vazhdon ta konsiderosh tjetrin, domethënë, të afërt. Ajo është kur ti do ta mbysësh tjetrin, kur do të fitosh gjithë gjërat për vete. Ta eliminosh. Dhe në fund fare arrin që je vetëm. Pra kur ti arrin në fund rrugës dhe kupton që egoizmi yt ka, domethënë, ka shpërndarur gjithçka rreth rrotull. Pra, domethënë si uthulla fort që prish enën e vet, domethënë, dhe një kjo egoizmi i fortë, domethënë, prish enën e vet, domethënë, dhe shmang tjetrin. Dhe tash në momentin që ti ke qëllim të shmangësh tjetrin, fund fare do kuptosh në fund ultimit që ke shmangur veten. Nuk ke shmangur tjetrin, ke shmangur veten. Dhe komunizmi në thelb, domethënë, e denatyroi njeriu. I hoqi gjërat më të rëndësishme, domethënë, sidomos gjyshi im, për shkakun që ishte shkolluar mirë dhe që e njihte këtë dhe kishte brellur botën. Thoshte kam frikë bresin pas vitit 67, sepse vetëm besim ka te partia, po çfarë mund të besosh në një gjë ideologjike, thoshte, Dhe ky njeriu që beson te partia, që ka fe partin, ai nuk ka llogarit më askën tjetër, domethënë, ai është një njeri që merr vendime kundër nënës, kundër babës, kundër vllajt, kundër motrës. Dhe fatkeqësisht në 90-të ne arritëm një shoqëri të tillë kaq të shkatërruar nga këto vlerat morale, sepse komunizmi e kishte bërë këtë vetëm për të mbajtur regjimin, për të mbajtur vetveten. Dhe arritëm pastaj në atë që thot Kundera, në një shoqëri kriminale që thoshte që do mbajnë një det komuniste, në fakt ka mbajtur vetëm krimet. Për shembull, ka pas një mit që ne nuk e kemi rrezuar akoma, sikur sigurimi i shtetit ruante Shqipërinë. Jo. Ruante partinë nga kundërshtarët e saj, se si ishte as armiq, se pjesa më e madhe ishin bashk, por sistemet kriminale kanë natyrën e tyre që të krijojnë grupe armiqësore, sepse kështu krijojnë narracionin për të mbajtur shoqërinë në tension. Mund mos këtë bërë asgjë, pjesa më e madhe atyre ne e dim, kur shohim me letra, është absurde akuzat, domethënë që kanë firmosur. Po ai, domethënë faktën që kishte qenë pjesë e vetë sistemit, siç ishte një pjesë e mirë e byrose edhe këtyre ministrave që janë dënuar. Duhet ta dinin që rrotat që kishin shpikur do i shtypte dhe ata. Do t'i vinte koha, thjesht ishin një proces, nuk i kishte rënë sistemi. Edhe siç ai, domethënë që kemi parë komedinë e tërë zakonshme të Koçit dhe Vole, i cili për mua domethënë mbart ndoshta medaljen më të zakonshme të kontributit për të kuptuar dhe thelbin e komunizmit, kur teksa bisedon ai personazhi me diktatorin dhe thotë që
Do po spati naf ka grup armisor dhe i thotë unë s'kam që bëj kësaj që është në tokë, se mbi tokë gjej kollaj, më ke dhënë urë ti mund të gjej grup armisor. Pra, e tillë është diktatura, nuk ka nevojë domethënë që ti të bësh diçka, se ka shumë njerëz që habiteshin, nuk s'kan bërë gjë. Nuk ka nevojë të bësh diktaturë, thjesht duhet një numër grupi armisor dhe ti ke qelluar në vendin e gabuar, domethënë dhe ose je dalluar që ti i kupton gjërat. Se shumë çfarë thoshte ky sociologu i famshëm Gaseti, thoshte që në vitin 1930 thoshte që në Europën e ardhshme, domethënë në botën e ardhshme, pa llogaritur thjesht komunizmin, po thoshte njeriu më i vetmuar do jetë ai që ditë mendoj. Bota do ta përjashtojë, nuk i duhet. Do kalojnë në uniform, do t'i prish punë. Sidomos në diktatura, njerëzit që ditë mendojnë, i prishin punë. Dhe ato përjashtohesh, largohesh. Çdo njeri me mend në kokë. Dhe dhe Saramago domethënë tek Letulëri, pas libri që pason Verbërin. Cili është armiku? Është personi që tek Verbëria kishte parë, pra ai që sheh, ai që di. Ai është armiku i sistemit, se ai tregon të vërtetën. Pra kur gjen grupin armisor, gjen gjithmonë atë që di. Sepse ai prish punën uniformitetit. Domethënë, ai zgjon të tjerët, ai mund të thotë sa të vërteta, që nuk i duhen sistemeve. Kështu që prandaj janë të frikshme këto lloj diktaturash, sepse ata në thelb denaturojnë njeriu, e heqin nga vlerat kryesore, e zhbëjnë nga raporti me tjetrin, e zhbëjnë nga dashuria për gjërat thelbësore dhe pastaj janë kaq thjesht të manipulueshëm dhe të lëvizshëm sa është ajo që thot Zygmunt Bauman, domethënë në modernitetin dhe holokaustit, ku njeriu nuk ndihet më pjesë e gjithë krimit, sepse është vetëm një fragment ai dhe shmang përgjegjësinë, domethënë.